Apeli që KKO ka rrëzuar kërkesën e Ilir Metës për të ndryshuar masën e sigurisë arrest në burg. Avokati i Metës, Kujtim Cakrani, tha për gazetarët pas daljes nga seanca se është gjobitur me 10.000 lekë gjop për shkak se ka bërë kërkesë të përsëritur për përjashtimin e gjyqtares Saida Dollani. Seanca e kaluar u shtyp për shkak të kërkesës së mbrojtësit të Metës. Avokati pretendoi se gjyqtarja ka i gjykuar muajin e kaluar kërkesën për revokimin e masës dhe vendosi mospranimin, ndaj nuk mund të shqyrtojë sërish një çështje tjetër që prek të njëjtin person. Në kodin e procedurës edhe në kushtetutë. Padyshim që prokuroria mban qëndrimin e saj lidhur me miratimin e vendimit të gjykatës shkallës parë dhe vazhdimin e paraburgimit, por dhe kështu që në këto kushte gjykata utëroi edhe vendosi miratimin e vendimit të gjykatës shkallës parë, pra nuk bëri shuarjen e masës siç e parashikon neni 263 paragrafi parë dhe gërma C e kodit të procedurës. Dhe kështu që presidenti do vajojë të vazhdojë në paraburgim deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoj dhe shpresojmë që brenda muajit dhjetor të kemi një vendim pozitiv në gjykata kushtetuese për antikushtetueshmërinë e vendimeve të gjykatës shkallës parë. Kështu që do jemi në kontakte, shumë faleminderit dhe ju për interesin. Faleminderit. Kreu i Partisë së Lirisë është drejtuar edhe gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se vendimet e 3 shkallëve të gjyqësorit që kanë lënë në fuqi masën e arrestit janë antikushtetuese dhe cënojnë Konventin Evropiane për të drejtat e njeriut. Meta Këmbëngulci po mbahet në qeli pa akuzë, edhe seanca paraprake e datës 11 nëntor në GKKO u shty, pasi mbrojtja kërkoi përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Avokati Kujtim Cakrani tha se dosa duhet të kthehet në hetim për shtesë, duke akuzuar Spakun se ka paraqitur prova të reja pas mbylljes së hetimeve, gjë që sipas tij përbën shkelje procedurale. Ilir Meta akuzohet nga Spak për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë në bashkëpunim së bashku me ish bashkëshortën e tij, Monika Kryemadhi dhe 3 të tjerë.